Në librin Gulag Arkipelag, Solzhenitsyn na tregon historinë e Ekaterina Olitskajës, që u arrestuar për përfshirjen e saj me revolucionistët socialistë të majt, një grup politik i jashtëligjshëm në Rusi. Në dhomat e specializuara dhe sterile të torturës, që bënte policia sekrete sovjetike, ajo ju nështrua privimit të zgjatur të gjumit dhe raundeve të pafundme të interrogimit. Qëllimi kryesor i hetuesve nuk ishte thjesht një rrëfim për veprimet e saj. Regjimi donte që ajo të nënshkruante një marrëveshje formale bashkëpunimi për të bërë informatore sekrete. Ata donin që ajo të ishte spihune ndaj miqve të saj dhe të raportonte mbi të burgosurit e tjerë. Kur kërcënimet standarde për ekzekutimet ose punë të detyruar nuk arritin t'ia thyenin moralin, që ajo të nënshkruante këtë marrëveshje, hetuesit paraqitin pikën absolute të thyrjes të çdo prindi, bien e saj të vogël. Nëse Ekaterina do të nënshkruante marrëveshjen, ajo do të lirohej nga kampi i përqendrimit, do të kthehej në jetën e saj të rehatshme dhe do të lejohej që të rrifte vajzën e saj në siguri. Por, nëse refuzonte, e bia do të shkëputej nga familja. Do të dërgohej në një jetimore shtetërore për fëmijët e armiqve të popullit. Atje do të ndryshojë identiteti, do të ndërrojë emri dhe jeta e saj do të shkatërrohej. Ndërsa vetë Ekaterina do të përballej me një vdekje të ngadalt në kamp. Hetuesi i dha kohë të ulej vetëm në qelinë e saj të lagësht për ta lënë peshën psikologjike të kësaj zgjedhje që ta shtypte Ekaterinën. Ajo kaloi netë të tëra në një mundim të dhimbshëm, duke qarë dhe duke përballur me zgjedhjen. Ishte gjatë këtij izolimi të thellë që ajo kuptoi që zgjedhja që hetuesi i kishte ofruar ishte një iluzion strukturor. Arsyetoi përmes kurthit duke përdorur një logjik morale të palëkundur. Nëse do të nënshkruante dokumentin për të shpëtuar të bijën, do të detyrohej të sajonte ose të zbulonte emrat e të tjerëve. Raportimet e saj do të shonin në mënyrë të pashmangshme në arrestimin e nënave të tjera, fëmijët e të cilëve do të tërkoheshin në po të njëjtat jetimore të shtetit. Për të shpëtuar vajzën e saj, ajo do të duhej të shkatërronte dhjetra të tjera. Ekaterina e kuptoi se policia sekrete nuk e linte kurrë të lirë një informator. Pasi të nënshkruante marrëveshjen, ata do ta zotronin atë përgjithmonë. Ekaterina kuptoi se po të bëjë një mjet i përhershëm i një makine të ligë dhe vajza e saj do të rritej si bia e një tradhtarje të thyer dhe të komprometuar. Kur e sodën përsëri para tavolinës, ku e merrnin në pyetje, hetuesi ishte i bindur se Ekaterina do ta nënshkruante marrëveshjen. Por ajo e pa në sy hetuesin dhe me qetësi e refuzoi. Ajo deklaroi se nuk do të nënshkruante marrëveshjen dhe i tha hetuesit se donte vajzën e saj më shumë edhe se vetë jetën e saj. Por, do t'i duhej që ta linte fatin e vajzës saj në duart e Zotit. Ajo nuk do ta lejonte sigurinë fizike të së bijës, nuk donte që ta blinte atë me koston e një shpirti të korruptuar dhe me gjakun e njerëzve të pafajshëm, dhe prandaj deklaroi: nuk do të bëhem tradhtare. Solzhenitsyn vëre se ky vendim e nxori hetuesin plotësisht nga binarët. I gjithë sistemi sovjetik i marrjes në pyetje ishte ndërtuar mbi shfrytëzimin e varësive materiale, frikë nga dhimbja, dëshirën për rehatin ose dashurinë për familjen. Kur përballeshin me një të burgosur që pranonte rezultatin më të keq të mundshëm fizik për të ruajtur integritetin e tyre shpirtëror, hetuesit ishin krejtësisht pafuqishëm. Ata nuk ishin çfarë të bënin.
E Katerina Olisajka u dërgua në kampe, por shkoi me kokën lartë dhe me ndërgjegjen krejtësisht pastër, sepse ajo i shndroi besnike vlerat e saj dhe nuk lejoi rrethanën që ta ndryshonin. Është e lehtë të qëndrosh besnik në kohë të lehta, kur gjërat janë të thjeshta. Është jashtëzakonisht e vështirë të qëndrosh besnik në rrethana të vështira. Si historia e Katerinës dhe ajo e Josifit të drejtë për të cilin ne po mësojmë këtu gjatë kampit, na mësojnë se njeriu besnik nuk kompromentohet me dekadencën, por i qëndron besnik vlerave të tij. Si e Katerina, edhe Josifi na mësojnë se në çdo situatë ne kemi një zgjedhje. Josifi ishte shitur si sklav në shtëpinë e Potifarit nga vetë vëllezërit e tij. Potifari e pa se Zoti ishte me Josifin dhe prandaj caktoi atë kujdestar të shtëpisë së tij, duke lënë çdo gjë në duart e Josifit. Zoti e bekoi shtëpinë e egjiptianit për shkak të Josifit. Por gruaja e Potifarit, kur e pa Josifin, që ishte i bukur dhe i pashëm, ja vuri sytë dhe u përpoq që ta tunonte që të flinte me të. Por Josifi ka një zgjedhje për të bërë dhe nuk pranon. Në kohë krizash, ajo që tregojmë është ajo që jemi. Ajo që kemi kultivuar. Unë kam një eksperiment për ju sot. Në qoftë se unë kam këtu një tas që ka ujë. Dhe tasi me ujë simbolizon pastërtinë, qëndresën, vetë kontrollin, faljen, ndërsa tasi tjetër që kam këtu ka lënj. Dhe kjo simbolizon xhelozin, smirën, poshtërimin, gënjeshtrën, çdo lloj gjëje të keqe. Dhe ne jemi sfungjeri. Në qoftë se ne, unë do ta fus sfungjerin në këtë tas me ujë. Çfarë është ajo që do të nxjerr? Çfarë po nxjerr? Po ujë. So në qoftë se unë e mbush veten time me çdo gjë të mirë, me dashuri, me përkujdesje, me paqe, me vetë kontrolli, paqja, mirësia, janë ato që do të shfaq. Por, në qoftë se unë e mbush veten time me urrejtje, me rigështi, me mashtrim, me çmir, me zili, çfarë është ajo që do të nxjerr? Shikoni çfarë ndodhi ujit. Çfarë? Shikoni një çik çfarë ndodh kur e mbushim vete me ligësi. Por ama, në qoftë se unë do të vazhdoj, se gjithë bëjmë gabime, na ndodh ndonjëherë, do të vazhdoj prapë të mos bie ose të ngrihem pasi kam rënë, dhe të kultivoj gëzimin, dashurinë, mirësinë, vetë kontrollin. Çfarë do t'i ndodhi ujit këtu? Do filloj të pastrohen. So, ajo që ne kultivojmë veten, ajo që fusim për brenda, ajo që praktikojmë, është ajo që do të nxjerrim. Pra me çfarë mbushim veten, atë do të shfaqim. Nëse e disiplinojmë veten në vetë përmbajtje, në urtësi, në përgjegjësi, ato do të tregojmë edhe kur jemi përballë sfidave. Dhe këtë bëri edhe Josifi. Ai kishte disiplinuar mendjen dhe trupin që të mos prekte gruan e një personi tjetër dhe prandaj tregoi vetë përmbajtje edhe përballë të ndimit. Dlirësia dhe vetë përmbajtja e Josifit duke qartë kur ai nuk shfaq asnjë interes ndaj gruas së zotërisë së tij. Josifi arriti që të tregojë dlirësi, urtësi, vetë përmbajtje
e përgjegjësi, sepse ato ishin gjëra me të cilat ai kishte skalitur karakterin e tij çdo ditë. Ishin gjëra që ai i ushtronte ditë pas dite. Pyetja është, me çfarë mbushim ne veten tonë? Përgjigjja e Josifit ndaj gruas së Potifarit ishte: "Im Zot më ka besuar kaq shumë. Si të bëj një gjë kaq të keqe dhe të më katoj kundër Perëndis?" Kur jemi përballë sundimit, si reagojmë? Çfarë disipline ndjekim ne në jetën tonë, që kur të përballemi me situata të tilla, ti përballojmë ato në mënyrë të tillë që ta nderojmë Perëndin? E kur gruaja e Potifarit nuk arriti qëllimin e saj, atëherë filloi të thurë planin për të shkatruar Josifin, duke shpifur për të. A ju ka ndodhur ndonjëherë të thurni gënjeshtra për të lënduar një person tjetër? Gënjeshtra që ajo tregoi e dërgoi Josifin në burg, aty ku mbaheshin të burgosurit e mbretit. Shkrimi i shenjtë na tregon se Josifi ishte në burg, por Zoti ishte me të. Vallë, si është ndjerë Josifi që po vuan padrejtisht? Atje në burg, ai nuk thur plan si të hakmerret ndaj gruas së Potifarit. Nuk lejon as hidhërimin që ta mbys. Madje nuk fokusohet tek vetja e tij. Karakteri i tij e ndihmon Josifin që edhe në burg të bëhet përgjegjësi të burgosurve të tjerë në qelin ku ishte. Çdo gjë që Josifi bënte, Zoti ja sillte mbar. Por Josifi ja jep të gjithmonë meritën Perëndis. Josifi ishte larg shtëpisë, larg babait, i cili ishte mbështetja e tij, larg tunikës, larg sigurisë, edhe nuk ishte as reputacion në Egjipt. Megjithatë ai nuk thotë, me qënë se më bën pa drejtësi, atëhere edhe unë do të bëj çfarë të dua. Josifi kishte një zgjedhje se si do të reagonte. Josifi e dinte se e keqja që i kishin bërë nuk i jepte atij të drejtë që të përgjigjej me të keqen. Por ne, si veprojmë kur dikush na bën keq? Ose pa drejtësi? Si veprojmë ne kur dikush nuk na sheh? Si reagojmë ne në një kohë sprove? Josifi me veprimet që zgjedh të bëjë dhe pavarësisht rrethanave, na tregon se besnikëria tregohet në ndershmëri, në kohë sprove, në pastërti, në kohë shpifjeje, në devotshmëri, në punë, në durim, në përsekutim. E kur Zoti shikon këtë besnikëri, i beson shërbëtorit të tij edhe më shumë përgjegjësi. Shpesh mund të kalojmë kohën duke u ankuar, pse të tjerët nuk më japin më shumë përgjegjësi? Përse nuk më zgjedhin mua për të bërë diçka? Dhe harrojmë të fokusohemi se çfarë mund të bëj unë për të rritur në personin që mund të besojnë një përgjegjësi të tillë. Shembulli i Josifit na tregon se kur jemi disiplinuar, mund të ndriçojmë dritën e Perëndis në çdo rrethan. Dhe çdo rrethan është mundësi për të na arritur në besnikëri. Kur Zoti shikon besnikërinë e Josifit, i jep atij dhuntin për të interpretuar ëndrrën. Edhe në burg, në kushte të vështira, Josifi kthehet në bekim për të tjerët. Ai nuk pret për momentin e përsosur, apo që të ketë të gjitha gjërat në vi përpara se të ndihmojë të tjerët. Ai e përdor dhuntin që Zoti i kishte dhënë në shërbim të tjerëve. Zoti pajis çdo njërin prej nesh me dhunti dhe talente të ndryshme. Si i përdorim ne dhuntit që Zoti na ka dhënë? A i përdorim ato vetëm për përfitimin personal, apo edhe në shërbim të tjerëve? Si i përdorim ne dhuntit që Zoti na ka dhënë për t'i sjellë lavdi emrit të tij?
Kryepiskopi Anastas na dha shembullin me jetën dhe veprën e tij, se si i përdori dhuntit dhe talentet që Zoti i dha për t'i sjellë lavdi emrit të Perëndisë. Zoti i dha atij urtësi, të cilën ai e përdori në drejtimin e kishës sonë. Perëndia e bekoi me dashuri për të humburin dhe kryepiskopi bëri zgjedhjen për të dedikuar gjithë jetën e tij Perëndisë, për të dëshmuar Zotin në vendet ku nuk kishte dëshmi. Për këtë, unë jam personalisht mirënjohëse, sepse jeta ime ka ndryshuar nga shërbimi dhe nga dëshmia e kryepiskopit Anastas në vendin tonë. Dhe kryepiskopi Anastas, ashtu si Josifi, i përdori dhuntit dhe talentet që Zoti i dha për të shërbyer të tjerëve. Në qelinë e burgut të Josifit, gjendeshin edhe kup mbajtësi edhe buk pjekësi i faraonit, sepse kishin bërë faj para zotërisë të tij, mbretit të Egjiptit. Josifi ishte caktuar të kujdesej për ta, dhe një natë, të dy pan një ëndër që i shqetësoi. Dhe Josifi ngrit në mëngjes dhe pas ishin shqetësuar dhe i pyet: "Pse jeni kaq të mërzitur sot?" Ata i thonë se kishin parë një ëndër të cilën nuk i dinin kuptimin, dhe ishin të shqetësuar sepse nuk kishin një njeri që të tregonte kuptimin e ëndrave. Dhe dini kush ishte përgjigjja e Josifit? A nuk e di Perëndia kuptimin e ëndrave? Mi tregoni pra ëndrat. Josifi e bën të qartë te shokët e tij të qelisë se merita i takon Perëndisë. Nuk do të ishte Josifi që do të shpjegonte ëndrën. Perëndia ja bën të ditur interpretimin e ëndrës Josifit, dhe për shpjegimit të tyre mësojmë se kup mbajtësi do të lirohej nga burgu pas 3 ditësh dhe do të rivendosej në detyrën e tij në pallatin e faraonit, ndërsa buk pjekësit pas 3 ditësh do t'i pritej koka. Josifi kërkon buk pjekësit që ta kuptoj, që ta kujtoj kur ai të jetë në praninë të faraonit. Por çfarë ndodh? Ai haron. Sa herë ndjehemi ne që na harrojnë? Sa herë harrojmë ne dikë tjetër? Sa herë zgjedhim ne të ulemi me njerëzit me të cilët dëshirojmë të kalojmë kohë? Një nga sfidat më të mëdha të një komuniteti besimi janë qarqet e mbyllura, në të cilat dikush ndjehet i lënë mënjan, i harruar, i braktisur. Në vreshtin e Zotit, secili prej nesh luajmë një rol. Me sjelljen tonë dhe veprimin tonë, ose jemi duke e afruar të tjerët që t'i bashkohen familjes sonë besimit, ose duke i larguar ata. Kjo fillon me një veprim të thjeshtë, me zgjedhjen që ne bëjmë për të mos bërë dallime, me zgjedhjen për të ftuar dikë të vitë ulet pranë nesh, me zgjedhjen për të shkuar dhe për të biseduar me dikë që është vetëm, me zgjedhjen për të prezantuar një person të ri me pjesën tjetër të grupit. Në kamp ne kemi familje të reja, disa prej jush e kam për herë të parë. A jemi prezantuar ne me ta? A i kemi bërë ne të ndjehen të mirëpritur ata që janë për herë të parë këtu? Po fëmijët e tyre. Le të mos krijojmë të këta persona të rinj ndjesinë e haresës që mbajtësi i shkaktoi Josifit. Por Perëndia kishte një plan më të madh se sa kishte menduar Josifi apo vëllezërit e tij. Perëndia i kishte vendosur Josifin në Egjipt për shkak të asaj që do të vinte, zisë së bukës. Perëndia i bën të ditur Josifit kuptimin e ëndrrës faraonit, gjë që e bëri Josifin që jo vetëm të rifitonte lirinë e tij, por të ketë pushtet në mbar Egjiptin. Pasi faraoni e caktoi si personin e dytë në të tërë mbretërinë e tij në drejtimin e vendit. Ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga shembulli i Josifit, por ajo që do dallojmë menjëherë është se pushteti nuk e ndryshoi Josifin, por tregoi karakterin e tij të vërtetë. Abraham Lincoln ka thënë: "Mënyra më e sigurt
për të treguar karakterin e dikujt, nuk është përmes fatkeqësisë, por duke u dhënë atyre pushtet. Pushteti tregon se kush jemi realisht dhe jo versioni që pretendojmë se jemi. Pushteti tregoi se Josifi ishte drejtues që bashkëvepronte, që planifikonte, që ndërtonte strategji e që ndihmonte. Pyetja është, nëse do të të zgjedhin ty sot si drejtues, çfarë do të tregonte ky rol, kjo përgjegjësi për karakterin tënd? Josifi, edhe pse vëllezërit e hodhën në pus, e shitën si shërbëtor, më vonë e mashtruan në shtëpinë e Potifarit, të cilit i shërbente dhe vuajti dënimin që nuk e meritonte. Por na mëson të falim. Ai zgjodhi të mos e lejoj lëndimin apo krenarin që të ndikonte veprimet e tij. Duke qëndruar në marrëdhënie të ngushtë me Perëndin, në të cilin besonte, Josifi zgjedh të falë. Perëndia e përdor çdo situatë të Josifit për të mirën e të gjithëve. Josifi nga pusi e shpije në pallat. Të vëllezërit nga gabimi e shpije në falje. Familjen nga uria në vend me bollëk. Perëndia mund të përdor çdo situatë të jetës sonë për shpëtimin tonë gjithashtu. Aty ku jemi, le ta ftojmë Perëndin që të vi dhe të jetë i pranishëm në jetën tonë. Prania e tij do të sjellë besnikëri, do të sjellë falje dhe transformim edhe shërim. Nga ethrit e kishës, shën Josifi shihet si parafigurimi i Krishtit, ashtu sikur se tha dhe atë Spiro dje. Ashtu si Josifi u shit nga familja e tij, edhe Krishti u shit nga të tjerët. Ashtu si Josifi u dënua për një faj që nuk e kishte bërë, edhe Krishti u dënua për fajet tona. Në të dy rastet, Perëndia e përdori për mirë atë që të tjerët e patën për keq. Përmes Josifit, ai shpëtoi popullin hebre nga zija e bukës. Përmes Krishtit, na shpëtoi ne nga mëkati, vdekja dhe shkatrimi i përhershëm, që të na jepte jetë të përjetshme dhe të rivendoste kungimin tonë me Perëndin, sepse njeriu u krijua që të jetojë në kungim me Perëndin. Qëllimi i tij është që ta shohë botën si dhuratë perëndie, ta mbushë atë me kuptim dhe t'ja ofrojë, t'ja bllatojë atë Perëndis me lavdërim. Dhe në këtë mënyrë të bashkojë të gjithë krijimin në kungim me Krijuesin. Por Adami dhe Eva nuk e morën botën si dhuratë nga Perëndia, sepse në vend që ta merrnin botën si dhuratë nga Perëndia, t'ja blatonin, t'ja ofronin atë Perëndis, ata zgjodhen që ta shohin botën si qëllim në vetvete. E hëngrën frytin vetëm si ngrënie në vetvete dhe jo si mundësi për të bashkuar me Perëndin përmes ngrënies. Kjo gjë e shpuri njeriu në vdekje, jashtë kopshtit të Edenit, larg Perëndis. Dhe Perëndia është i vetmi që ka ekzistencë në vetvete, është i vetmi që ka jetë. Dhe kur ne shkëputemi nga burimi i jetës, shkojmë në vdekje. Njeriu mundua të jetë perëndi për veten e tij, dhe jo të zgjedhë Perëndin që e krijoi si perëndi të tij. Kjo ka qenë dhe vazhdon të jetë mëkati i njeriu edhe sot. Njeriu nuk ka uri për Perëndin. Kjo ishte ajo që erdhi Krishti të shërojë. Dhe për shkak se njeriu nuk ka më uri për Perëndin, e ka të vështirë të lutet. Nuk ofron kohë që duhet për të patur një marrëdhënie të gjallë me Perëndin, apo të ketë dëshirën që të kaloj kohë me të, apo të formohet. E pikërisht, këtë ftohen që të bëjnë të krishterët, ta marrin botën si dhuratë perëndie në formën e grurit
dhe të rushit, të vendosin në të gjithë energjinë e tyre krijuese, gjithë punën, dhe puna është gjithë jeta jonë, dhe ta ndryshojnë atë nga grur dhe nga rush në bukë dhe në verë. Dhe çfarë bëjmë me to? I sjellim në kishë përpara Perëndis si simbol i gjithë jetës sonë. Dhe Prishti i merr ato dhurata tona dhe me falënderim gjatë Eukaristisë rinore i sjell në procesion dhe i vendos mbi altar. Tani atje mbi altar është e gjithë jeta jonë. Pastaj Prishti e bekon, e shejtëron, na e jep. Dhe ky ushqim pastaj bëhet për ne jetë dhe jo vdekje. Ne transformohemi prej tij dhe shkojmë dhe dëshmojmë këtë transformim në botë. A e përjetojmë ne këtë gjë? A transformohemi? A e dëshmojmë ne këtë transformim në botë? Shpesh dëgjoj shprehjen: kam takuar më shumë të krishterë jashtë kishës se sa brenda kishës. Nëse kjo është e vërtetë, është sepse ne nuk e kemi lejuar Shpirtin e Shenjtë të veprojë në ne. Nëse jemi të krishterë, po të vazhdojmë të sillemi dhe të jetojmë njësoj si kur ishim para se të ishim të krishterë, po gënjejmë veten tonë. Jeta e krishterë kërkon një ndryshim. Jeta e krishterë kërkon të zgjedhim të ngrihemi herët dhe të jemi në kishë që në fillim të liturgjisë rinore. Jeta e krishterë kërkon të zgjedhim të tregojmë mikpritje ndaj njerëzve të ri në kishë. Jeta e krishterë kërkon zgjedhjen për të biseduar me Perëndin çdo ditë. Dhe unë të vazhdoj dhe të vazhdoj për çdo zgjedhje tjetër që ne kemi mundësi të bëjmë si të krishterë. Krishti në Ungjil na tregon për dy lloj njerëzish. Njëri që ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëmbë dhe njëri që ndërtoi shtëpinë e tij mbi rër. Padyshim, ai që ndërtoi shtëpinë mbi rër e pati më të lehtë punën. Por kur erdhën stujit e jetës, ai u shemb po aq shpejt sa dhe u ndërtua. Ndërsa tjetri që ndërtoi shtëpinë mbi shkëmbë, padyshim që u lodh më shumë. Por kur erdhën stujit e jetës, nuk ja rrezuan dot shtëpinë. Dhe Zoti në Ungjil na tregon se ai që i ndërtoi shtëpinë mbi shkëmbë është ai që i dëgjoi fjalën e Perëndis dhe e zbatoi. Jo thjesht e dëgjoi, e zbatoi. Besimi nuk jetohet me fjalë, por me vepra. Pema njihet nga frytet e saj. Nëse do të bësh një ekzaminim të vetes, a do të gjesh ndonjë frut? Nëse po, çfarë është fruti që do të gjesh? Josifi ishte besnik, i urtë, i përmbajtur, i sinqert dhe shumë gjëra të tjera. Ndërsa mësojmë për Josifin këto ditë, le të marrim seriozisht udhëtimin tonë drejt mbretërisë së qiellit. Që kjo jetë që jetojmë këtu, të jetë një kungim me jetën dhe jo me vdekjen. Zgjedhja është në duart tona. Zgjidhni me urtësi, ashtu si Josifi. Amin.